Nga e thëna në të bërë që ndron në mes një deti tërë, është kjo një thënie vjetër që zëvend më së miri në Shkodër, por në një tjetër kontekst, nga realiteti tek propaganda që ndron në mes një e vërtet e hidhur, që preket dhe jetohet çdo ditë nga qytetarët shkodran. Këto janë pamje që prej javësh janë prezente në hyrjet mërkatës së Rusit, ku pas prishjes së ndërtimeve që ndrojnë stok gërmallat e inerteve e bashkë me to edhe mbeturinat e hedhura. Kreatyre që ndrojnë tregtarët ambulant që nuk ka një vend tregtimi të siguruar nga Bashkia Shkodër dhe janë të detyruar të sigurojnë bukën e gojës në kushte të tilla skandaloze e që cënojnë rënd sigurinë ushqimore. Por këto pamje të një realiteti të hidhur nuk i bie në sy Bashkisë Shkodër dhe titularit të saj Benet Beci, që zgjell tani ditën me propagandë. Në rrjetin social Facebook na shfaq imazhe të larjes së mërkatës së Rusit, kur pak metra më tutje, mbeturinat e inerte të urojnë mirëseardhjen, e për të cilat askush nuk kujtohet të veprojë. Jo vetëm në Rus, por thuajse në të gjitha tregjet e Shkodrës, pamje që të ofrohen janë të rënda, pa kushte të mirëfillta për tregtarët, të cilët në mes të shiut dhe të ftohtit gjatë stinës së dimrit detyrohen të tregtojnë për të siguruar pak të ardhura. Në pjesën më të madhe të tregjeve nuk ka as tualete për të kryer nevojat personale, ndonse në to tregtojnë burra dhe gra, të cilët gjatë ditës detyrohet të shkojnë në ambiente private. Tashmë propaganda është kthyer në model pune për Bashkinë Shkodër, që e ka më prioritare se punët për cilat janë të zgjedhur e paguhen drejtuesit e saj. Fatkeqësisht Shkodra vuan ende nga pasojat e një keq administrimi dhe modeli që nuk duhet të ketë në plan të parë rrjetet sociale dhe gënjeshtrën publike, por duhet t'i jap zgjidhje shqetësimeve të qytetarëve si taksapagues të këtij qyteti.